Reagimi im ka qenë sot si nan, si prind, i një fëmiu me aftësi të kufizuar. Këto kritere na bënën të ndihemi si qytetar një trajtim jo i dinitetshëm. Shikues të Kallëzop.com, gjendemi në Prishtinë ku një qytetare ka raportuar se djali i saj, i cili është me aftësi të kufizuara, ka hasur vështirësi gjatë ushtrimit të drejtës së tij për të votuar në njërin prej qendrave të votimit këtu në kryeqytet. E nderuara, mundeni fillimisht me u prezantu dhe më na tregu më shumë për ankesën e juaj. Unë jam Sebat Hajdini Beqiri, nëna e Gjencit. Ashtu si që e prezentua, do thot sot ne dy prindrit e Gjencit bashkë me Gjencin shkuam në qendrën e votimit në Ulpijan, përkatësisht në shkollën Hasan Prishtina, për të kryer obligimin qytetar sa i përket votimit në ballotazh, ato e di që kryeqytetin e kemi në ballotazh. Dhe për neve ishte shumë shqetësuese, do të thot kriteret apo rregullat e reja që na u paraqiten në raport me djalin ton Genci, i cili është me aftësi të kufizuar, saktësisht me sindromën Down. Do të thot ky proces i votimit për Gencin është hera e tretë që Genci voton prej se ka mbushur 18 vjet, do thot ka votuar për herë të parë në zgjedhjet nacionale në muajin shkurt të vitit 2024, ka votuar në tetor të vitit 2025 tash në zgjedhjet komunale dhe kjo është hera e tretë, do thot që ne shkuam të votojmë bashkë me Gencin. Çka u kërkua prej komisionerëve aty, që absolut nuk i gjykoj komisionerët, sepse ata po funksionojnë në bazë të një udhëzuesi të cilën e ka draftu tash KQZ-ja në nëntor, dhe ky udhëzues me sa kombërime po unë, prap do të thot vetëm po bazona zyrtarisht, tash po flas edhe në emër të shoqatës. Ne deri më tani zyrtarisht nuk kemi pranuar asnjë informacion prej KQZ-s, siç i kemi pranuar herave të tjera. Do thot për çdo palë zgjedhje, KQZ-ja ka ndarë informata me neve, që ne këto informata i kemi ndarë me anëtarët tonë, ndërsa në këtë rast ne s'kemi pranuar asnjë informacion sa i përket këtij udhëzuesi, ku janë vendosur rregulla apo kritere të reja sa i përket votimit me asistencë për personat me aftësi të kufizuar. Të them të drejtën, për mua si prind, po dua të jem e qartë për gjithë opinionin. Reagimi im ka qenë sot si nan, si prind, i një fëmiu me aftësi të kufizuar. Këto kritere na bënën të ndihemi si qytetar një trajtim jo i dinitetshëm. Sot u ndiva shumë e pafuqishme, ta them të drejtën, dhe pasi që kam kryer unë obligimin tim, kam dalë jashtë qendrës të votimit. Bashkëshorti im ka vazhdu të qëndroj me Gencin dhe të komunikoj me komisionerët aty. Kam reaguar publikisht dhe mendoj që kam pasur shumë të drejtë që kam reaguar, po në anën tjetër është për të ardhur keq, sepse jemi bërë një shoqëri që marri masa vetëm kur të reagon dikush. Realisht nuk është dashur të vim deri në atë situatë që unë të reagoj, sepse është pas një të drejtë i gjithë ky procesi i këtij manuali. Unë mendoj që është dashur të mendohet më mirë, të mendohet në mënyrë më profesionale, të jepet kohë më e gjatë për të njoftuar njerëzit në lidhje me këtë manual, jo të krijohen kësi vështirësi dhe kësi lloj diskriminimi në raport me qytetarët me aftësi të kufizuar. Unë fakt nuk po pajtohem me dy veprime. Me përmbajtjen e manualit, edhe me atë që KQZ-ja nuk ka njoftu, do të thotë ndoshta ka mundur ta lëshoj vish një njoftim zyrtar, mirë po nuk ka njoftu aq sa duhet KQZ-ja, e sidomos kur flasim për qytetarët me aftësi të kufizuar, që duhet të jemi shumë të kujdesshëm se dhe në cilat forma po e bëjmë njoftimin. A është ai njoftim në një gjuhë shumicore që mund ta kuptoj secili qytetar me aftësi të kufizuar, që mund të kuptoj edhe një prind i cili jeton atje në një fshat të largët, ta them. Komplet procesi prej draftimit të këtij manuali, koha e shkurt për me implementu këtë manual, unë mendoj që është në kundërshtim me çdo normë ligjore. Genci ka ushtruar të drejtën e votës, mirë po nuk është absolut as njerëzore e as profesionale të kemi situata të tilla
Për X arsye që po mendoj nuk dua të paragjykoj, ende nuk e kam të qartë pse kjo nguti me hartu një manual të tillë KQZ-ja është ta them një maltretim për personat me aftësi të kufizuar. Pse duhet të shkojë një person me aftësi të kufizuar te mjeku, ta merr një raport mjekësor për të shkuar të votoj? Do thotë këto kritere janë të papranueshme. Unë ende nuk mriva me analizu shumë në detaje këtë manual, mirë po në pikat e trasha që analizova, prap vazhdoj, qëndroj mrapa asaj që ky manual është hartuar shumë e nguti dhe ka shumë kritere që prekin drejt për drejt të drejtat, apo që cënojnë të them të drejtat e qytetarëve me aftësi të kufizuar të cilët kanë të drejtë vote. Se përderisa agjenci ka zotësi të veprimit, tash po flas në aspektin tim personal si në anë dhe po flas për agjencin, nuk mundet askush të kërkoj dokumente mjekësore të tjera për me ja mundësu një të drejtë të agjencit, nëse agjenci ka të nevojshme që të asistohet gjatë procesit të votimit, nuk mundet askush të ja mohoj këtë drejtë, sepse vetë aftësia e tij e kufizuar do thotë paraqet disa sfida për të cilat agjenci ka nevojë ta ketë një mbështetje të prindit apo për ndonjë antari të familjes.